Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Agim Batiri me 10 tetor 2025 pati dhe një zotim të fortë duke deklaruar se e pret dorën e nuk e voton listën serbe. 4 muaj më vonë, më 19 shkurt 2026, në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit, Batiri e votoi listën serbe. I pyetur nga mediat pas konstituimit të Kuvendit, ajo arsyetua se votimi ishte bërë në pako dhe se nuk kishte mundësi të mos e votonte një parti pa i refuzuar edhe partitë e tjera. Sipas tij, po të ishte votuar veçmas, nuk do ta kishte votuar listën serbe. Kjo situatë ndodhi pasi që në seancat e mëparshme ku po tentuaj konstituimi i Kuvendit, në kryetarët e komuniteteve ishin votuar veç e veç, ndërsa kësaj radhe po votua në pako. Sigurisht se Rashiqi do të zgjedhet. Unë kam deklaruar dhe po deklaroj përsëri se pres dorën dhe nuk e votoj listën serbe. Kështu kam mendimin edhe kolegët e mi të Lëvizjes Vetëvendosje. Çfarë skenari motivi? Dhe kjo është bazuar me problemet që kanë bërë në veri, o janë të kyçur direkt në atë pjesë. Kështu që nuk votoj njerëzit cilët kokën e kanë në Beograd e trupin në Prishtinë. Tash që është qartë për arsye se edhe gjërat kanë ndryshuar për momentin dhe do të shihni se kanë ndryshuar gjërat, janë vetëdijsuar. Shikoni të bëni ministër në qeverinë kushtetare nëse arrin të votohet tash? Unë? Po. Absolutisht jo. Pse? Për arsye nuk jam për ekzekutiv, nuk dua të jam, kam qenë 8 vjet mjaft. Unë do të jam në Kuvendin e Kosovës me kontributin maksimalisht që muj. Po çka ndodhi me Kuvendin edhe konstituimin, tash u votu në pako edhe ministri edhe përfaqësuesi i listës serbe. Këto e këni kundërshtuar këtu më parë. A mund kemi një qendrim nga ju, çka ndodhi tash që Vetëvendosja e votoi edhe përfaqësuesin e listës serbe si në kryetar. Çka ndryshuar në mendjen e Batire? A ndryshuar mendjen fare? Po votua këto? Nuk po të jemi kundër këtë votarëve. Është bo pak, të gjitha partive, nuk kanë kundër gjitha partive. Që shkon vetëm sigurisht që do të isha kundër. Mitrovica, pjesë e kabinetit qeveritar, ministër nga Mitrovica? Nuk e di aty vendos partia. Hajde kanë